Historitë e personaliteteve tona janë vërtet mbreslënëse. Shumë prej figurave botërore që janë bërë të njohur për qëndresat e tyre, për sakrificat, për burgun e gjatë që kanë mbajtur, kanë shembujt e tyre edhe në trojet tona. Personaliteti që do ta prezantojmë ka bërë dekada në burg, e ka ruajtur besimin në kohët më të errta të historisë së popullit shqiptar. E ka udhëhequr komunitetin musliman në ditët e para duke vënë themelet institucionale të tij pas rënies së komunizmit. Është ky Hafiz Sabri Koçi, detaje nga jeta, sakrificat dhe kontributi të cilit do t'ju sjellim sonte në portret. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Islami është një fe e cila mbulon çdo aspekt të jetës shpirtërore e materiale të njerëzit. Është sistem jete që rregullon aspektet private dhe publike, shpirtërore dhe juridike. Është programi që mbulon tërë jetën e njerëzit, nga aja deri në zhëm. Rëndësi të veçantë në Islam i kushtohet atyre që konsiderohen si 5 objektivat bazë jetës, fesë, mendjes, pasurisë dhe pasardhësve. Se sa të rëndësishme janë këto 5 objektiva, flet edhe fakti se për ruajtjen e tyre janë ndërmarrë hapa shumë të rëndësishëm. Gardianët e këtyre objektivave janë vlerësuar në grada të larta. Kjo ka bërë që hoxhallar gjithandej nëpër botë të shohen jo vetëm për kontribut e dije fetare, por edhe për fusha tjera, për lirinë, arsimin, edukimin, ruajtjen e vlerave dhe për shumë çështje tjera madhore. Hoxhallarët kanë qenë jo thjesht të angazhuar, por edhe bartës të proceseve. Përgjatë kësaj serie, ne jemi bindur tashmë për këtë kontribut kolosal dhe themeltar që hoxhallarët tanë kanë dhënë për trojet tona në përgjithësi. Personaliteti që do ta prezantojmë sot, Hafiz Sabri Efendi Koçi, ka një histori sa të dhimbshme, aq edhe krenare. Histori sakrificash e vuajtjesh, por jo thyerjesh e dezertimesh. Ka kaluar më shumë se 2 dekada në burg të një regjimi që nuk njehte Zot. Ka kaluar vite të vështira, por fen nuk e ka lënë kurrë. Për më tepër, edhe pse në moshë të vjetër, ati i ra bara që pas rënies së këtij sistemi përbindësh të themeloj institucionet fetare. Në vazhdim do t'ju sjellim copëza historie nga jeta e këtij burri të madh të kombit tonë. Hafiz Sabri Efendi Koçi lindi me 14 maj 1921 në Librasht. Babai i tij Idrizi nga varfëria ishte detyruar të shkonte në Selanik, ku edhe kishte gjetur vdekjen. Sabriun e kishte rënë të vogël. Zoti deshi që Hafizi ynë t'i bashkangjitet të radhës së jetimve në histori që lanë gjurmë të pashtyeshme. Nga Librashti, ai bashkë me nënën zhvendosën në Shkodër, ku edhe merr mësimet e para. Në moshën 7 vjeçare filloi mësimet në medresen e qytetit, ku mësoi përveç tjerash Kur'anin dhe Tejvidin. Mësimet i kishte marrë nga disa emra të njohur, nga Hafiz Muhammed Bekteshi, Hafiz Sabri Bek Bushati dhe dhe Sheh Qazim Hoxha. Sabriu, sipas dëshmive të mësimdhënësve të tij, ishte ndër studentët më i devotshëm, më i zgjuari, më i dalluari. Ky student ka qevyeshëm, më në fund diplomoi me rezultat të shkëlqyeshëm. Jo vetëm që diplomoi, por ai edhe memorizoi tër Kur'anin duke u bërë kështu hafiz. Pas 15 vite punë këmbgutëse, më në fund arrin që ta merr ijazetin nga Hafiz Muhammed Bekteshi. E përkthyer në gjuhën shqipe, ijazeti ka këtë përmbajtje. Kjo është formula e diplomës sime, me cilën vëllain tim për Zotin, zotnin ton, Sabri Idris Koçi, i cili është i pajisur me gjitha cilësitë e larta islame dhe i plotësoi shkëlqyeshëm gjitha mësimet teologjike
të mbështetuna në Kur'anin e Madhnueshëm dhe në hadithet e Hazreti Muhamedit alayhis salam, të mbështetuna edhe në arsyet mendore filozofike, dhe unë nevojtar i varfër tek mëshira e të Madhit Zot, i quajtur Muhammed Mahmud Beqir Shkodrani Bekteshi. Pra, kjo ishte përmbajtja e diplomës apo ixhazetit të hafëzit tonë. Hafëz Sabriu kishte zell të madh për dije dhe ndjekjen e studimeve të larta. Por si jetim që ishte dhe kushtet e rënda ekonomike që kishte, ju pamundësua që dilte jashtë vendit siç kishin bërë shumë të tjerë. Hafëz Sabriu filloi shërbimin me përkushtim në xhaminë e Bardhë në Shkodër, pastaj në Luguqeshme, rrëz Kështjellës Rozafat, e më vonë ka shërbyer edhe në xhamit e lagjeve Dudas dhe Rus i Vogël. Hafëz Sabriu plot përkushtim, me përgatitje të lartë fetare, me argumente bindëse, duke rrokur problemet që shqetësonin besimtarët, me fjalën e thjeshtë, por të zjarrt, shtonte radhët e besimtarëve. Gjithnjë e më shumë të rinë vinin në xhami dhe ndiqnin ritualet fetare, gjë që binte në kundërshtim të hapur me ideologjinë komuniste, me propagandën e partisë. Dhe kundërshtimet e goditjet nuk vënuan. Lidhur me këtë, Hafëz Sabriu kujton e thotë: sekretari i parë i partisë për rrethin e Shkodrës, në atë kohë me paturpsi vjen e futet në xhami brenda dhe ma nxjerr rinim për jashta, ndërsa kryetari degës së partisë më bën presione nga më të ndryshmet, duke më thënë: ti je reaksionari i të gjithë klerikëve, pasi po na helmon rinin, po ju jep opium, më thotë se duhet të zhvishem nga petku fetar. Në asnjë mënyrë nuk mund të pranoja diçka të tillë dhe të tërhiqesha nga ajo rrugë që kisha nisur qysh në fëmijëri. Prandaj Hafëzin e transferuan në Kruj, ku me kërkesë të banorëve atje caktohet mufti i Krujës. Me kërkesë të tij, komuniteti musliman e kthen sërish në Shkodër, por gjithnjë me presion të pushtetit nuk e lejoi që të punonte si imam, dhe aq më pak që të mbante ligjërata. Në vitin 1955 e caktoi muftinë në Kavaj, ku vazhdon të punoj deri në vitin 1959. Hafëz Sabri Koçi shquaj për pasionin e madh në detyrë, për vazet dhe këshillat që mbante, për energjinë në kryerjen e shumë detyrave fetare, për aftësinë që kishte në tërheqjen e masave, njerëzve, e sidomos për aftësinë për të tërhequr rinin në xhami dhe në mjediset shoqërore ku ndodhej, duke bërë kështu që nami dhe fama e tij si një gojtar i shquar të përhapeshin çdo ditë e më shumë. Por kjo nuk shikoi me sy të mirë nga shteti ateist, shteti antifetar. Madje i krijonte shqetësim, sepse binte në kundërshtim me strategjinë e tij ateiste. Prandaj edhe i shtuan lëvizjet, vëzhgimet agjenturore, kontrollet ndaj ligjëratave të tij, bile filluan edhe përgatitjet për izolimin dhe arrestimin e tij. Për shkaqe familjare, me kërkesë të tij, Hafëzi ynë kthehet në Shkodër, ku pas 6 muajsh e caktojnë si imam në xhamin e lagjës Rus, ku qëndroi deri në vitin 1964, ku në muajin Ramazan, pas faljes së namazit të teravis, filluan ndjekjet sistematike nga sigurimi i shtetit. Më 4 qershor të vitit 1966, Hoxha arrestohet dhe në shtator të atij viti dënohet plot 23 vite e 5 muaj burg. Akuza që ju ngarkua atij ishte tradhti ndaj dheut mbetur në fazën e përgatitjes, agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Hafëzi
edhe në burg e mbante fenë. Mbesa e tij Yusri Koçi tregon për sakrificat dhe vështirësitë e mbajtjes së fesë në burg. Hafizi kishte agjëruar në mënyrë të fshehtë për plot 21 vite, vetëm me një kokër qep në xhep dhe një gotë kauçuku në të cilën zinte kos me qumshtin që i jepnin kundër helmit. Ai kishte gjetur një hapësirë bosh në mes të banjove, ku shkonte çdo ditë për të falur, larg syrit të gardianëve të burgut dhe shokëve të qelisë që prisnin të spiononin dikë për të marrë një shpërblim. Hafizi ishte 45 vjeçar kur hyri në burg, ndërsa 65 vjeçar kur doli prej tij. Në burg saktësisht ka qëndruar 20 vite, 4 muaj e 18 ditë, ku gjithçka kishte provuar, por asnjëherë të vetme nuk ishte dorëzuar. Në burg ishte përballuar me provokime, tortura, punë të rënda fizike, mirë po kishte qëndruar burrërisht ashtu siç takon një besimtari. Mirë po nuk mjaftoi vetëm burgosja gjatë e tij, pasi psoi edhe familja e tij dhe të afërmit. Edhe ata psuan dhe kjo ishte një praktikë që sistemi monist e ndiqte për dënuar edhe familjarët e të akuzuara. Pastaj filloi një epokë e errët për Shqipërinë. Viti 1967 shënon vitin kur feja filloi të luftohet. Më 6 shkurt të vitit 1967 është data kur de facto feja ndalohet nga regjimi komunist. Partia e Punës madje e shpalli Shqipërinë si vendin e parë ateist në botë, duke vendosur ndalimin e besimit fetar në kushtetutë dhe vendosjen e dënimeve për pjesëmarrje në ceremoni fetare dhe posedim të librave fetar. Partia Komuniste e ndalonte këtë nën sloganin se kinse feja sipas tyre është opim i popullit, një citim i adaptuar nga shkrimet e filozofit komunist Karl Marxit. Besimet fetare u ndaluan plotësisht në Kushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë më 1976, 9 vite pas fjalimit të Hoxhës. Neni 37 i Kushtetutës deklaronte se shteti nuk njeh asnjë fe dhe mbështet dhe zhvillon propagandë ateiste për të përfshirë njerëzit në botkuptimin shkencor materialist. Ndërkohë, Neni 55 ndalonte krijimin e ndonjë organizate me karakter fetar. Sipas Muzeut të Kujtesës, një projekt në internet nga Instituti Shqiptar i Studimeve Politike, u mbyllën gjithsej 2169 institucione fetare, në mesin e të cilave 740 xhami, 608 kisha ortodokse, 157 kisha katolike dhe 530 tyrbe dhe teqe. Trashëgimia kulturore dhe historike u shkatrua së bashku me tonë. Hafizi pas një periudhe den nga burgu. Nga dalja prej burgut e deri në vitin 1990, Hafizi edhe pse ishte në moshë të shtyrë, ishte i detyruar që të punonte punë fizike, çka nuk përputhej askund me profesionin e tij. Ai kishte gjetur një punë si punëtor krahu në lavatricën e larjes së zhavorit, në ndërmarrjen e parafabrikateve bujqësore. Pas 20 vite punë, krahu në burgje ju përvesh sërish punës. Por me fillimin e proceseve demokratike, u ngjallën shpresat edhe për besimtarët muslimanë. Me 1 nëntor të vitit 1990, Hafizit i shkojnë në vendin e punës një grup të rinj nga Shkodra dhe kërkojnë prej tij që të bashkohej me ta
për të hapur xhamin e Plumbit. Entuziazmi i tyre e ringjall Hafizin, duke u plotësuar kërkesën me përkushtimin më të madh. Kështu, me datën 16 nëntor të këtij viti, 1990, pra, në pranitë të mira qytetarëve, në një aktivitet të jashtëzakonshëm, hapet xhamia e Plumbit. Prej kësaj dite, 16 nëntor 1990, në udhëheqjen e Hafiz Sabri Koçit, filloi ringjallja e Islamit në Shqipëri. Në fillim ishte krijuar shoqata Bashkësia Islame Shqiptare me qendër në Shkodër. Ndërsa në vitin vijues, gjithsesi më 23 janar 1991, u zyrtarizua Bashkësia Islame Shqipërisë me qendër në Shkodër. Më 14 shkurt 1991, Hafiz Sabri Koçi u zgjodh kryetar i Këshillit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Kontributi i tij për kohën që është në krye të hierarkisë më të lartë islame shqiptare është vërtet i madh dhe për të çmuar. I gjendur përballë institucioneve islame plotësisht të shkatëruara, para një mungese shumë të madhe të kuadrit, para një bazë materiale të azhësuar, para brezave të rinjve që kërkonin të mësonin fen, para një mungese të bibliotekës islame, ai e filloi punën e tij me entuziazmin më të madh, duke zgjidhur gradualisht një varg detyrash komplekse, të cilat vijojnë edhe tani, kur kemi një popull të arsimuar, një inteligjencë të madhe në numër, një rini të shkolluar, por me predispozita për të përqafuar besimin e vet, në kushte të një Evrope me rrezatime të gjithanshme kulturore e fetare. Kryetari Hafiz Sabri Koçi me 7 tetor 1991 i drejtohet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve me një shkresë ku kërkon që të mundsoj botimin e një gazete për muslimanët shqiptarë. Me 19 dhjetor të këtij viti, pra të vitit 1990, doli numri i parë i gazetës Shkëlqimi Islam, si organ i shoqatës Rinia Islame e Shqipërisë. Me 10 janar 1992, doli numri i parë i gazetës Drita Islame, si organ i përdyjavshëm i komunitetit musliman shqiptar. Më vonë dolen edhe gazeta tjera islame si Gazeta Shpresa, që ishte organi i shoqatës intelektualëve islam, pastaj Gazeta Triumfi Islam e gazetat tjera. Përveç këtyre gazetave, u botuan edhe me qindra libra me përmbajtje fetare dhe kulturore. U themeluan mbi 10 medrese në për qytetet kryesore të Shqipërisë. U rindërtuan dhe u ndërtuan nga themeli me dhjetra xhami. Të gjitha këto u bën në udhëheqjen e këtij burri të madh, e Hafiz Sabri Koçit, i cili merrte pjesë si përfaqësues i Shqipërisë në për kongrese, simpoziume, konferenca, seminare ndërkombëtare në shumë shtete e në shumë kontinente. Këtu vlen të përmenden disa prej tyre. Ka marrë pjesë në Kongresin Islam në Kairo më 24 prill 1991. Pastaj ka marrë pjesë në Kongresin e Muslimanëve të Evropës Lindore në Sarajevo me 3 dhe 4 shtator të vitit 1991. Më 15 deri me 28 shkurt të vitit 1992, Hafiz Sabri Koçi vizitoi Kuvajtin, Arabinë Saudite, Gjermaninë, Maqedoninë, Belgjikën, Kroacinë, Italinë dhe Turqinë. Ndërsa ndërmjet viteve 1994 dhe 1995, ai vizitoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa shtete të Afrikës, Italinë, Turqinë, Zvicrën, Anglinë, Kuvajtin, Egjiptin dhe Libin. Hafiz Sabri Koçi jo vetëm që ka vizituar pothuajse gjitha vendet e botës, por ai gjithashtu ka pritur në Tiranë, në Shqipëri,
me qindra mira vizitorë, individ e delegacionit të ndryshme nga bota mbarë. Hafiz Sabri Koçi punoi me ngulm për njohjen e Shqipërisë në botën islame, në sigurimin e ndihmave për ngritjen e institucioneve fetare, sidomos të xhamive, në përgatitjen urgjente dhe perspektive të kuadrit fetar. Ai u bë misionar i njohjes së Shqipërisë në vendet islamike dhe më gjerë. Nga respekti që gëzonte, ai ishte zgjedhur edhe kryetar nderi i Këshillit Islamik për Evropën lindore. Për Hafiz Sabriun janë thënë fjalë të mira të shumta. Imam Vehbi Ismaili duke folur për të ka thënë: në gjuhën fetare, ky lloj njeriu si Hafiz Sabriu quhet mujahid, do të thotë një njeri që shkrin veten e tij për hir të Allahut. Është me të vërtetë një nder që ai ndodhet mesin ton, që nuk kurseu as jetën për ruajtjen e shtrirjen e normave morale islame, të luftuara aq egërsisht nga diktatura e shtetit të parë ateist në botë. Ne e falenderojmë për këtë, por shpërblimi i tij do të jetë tek Zoti për shërbimin e madh që i ka bërë fesë islame. Mejid Uvejsi, rahmet past, ka shkruar një poezi përplot me fjalë meradije për Hafizin. Personalisht e kam pas lejen sa ka qenë gjallë për të poezi, prandaj nderuar televizikues do t'ua lexoj. Lum Shqipnia për këtë burr. Kush beson kur nuk dëshpërohet. E rrezojnë e përsëri çohet. Natë e ditë me shpresë duke prit që mëngjesi të zbardh me dritë. Në Shkodër, kur xhamia e plumbit u qel, sikur trëndafili nga gonxha kur del. Hafiz Sabriu fliste qartë për udhën e drejtë e të lartë. Errësirës si lëvendës kun, dritën islame e përhapi gjithkun. Si val deti i shkon të zëri ka qielli, në Shqipëri po lind dielli i islamizmit, po përëndon terri i komunizmit. Fliste Hafiz Sabriu për kombë dhe, jemi vëllezër nga cila do fe. Kemi një krijues, Allahun Perëndin, kemi një adhe me Kosovën e Qamrin. Fjalët e tij rrezet e Kur'anit po ndriçojnë çdo anë të vatanit. Kanë me ndriçue për jetë e mot, sepse është drita e të madhit Zot. Të madhit Zot i lutem për mëshirë për Hafizin, njeri burr e dashamir. Se goja mjalt i rrjedhte sigur, lum Shqipnia për këtë burr. Hafiz Sabri Koçi ka ndruar jetë me 18 qershor 2004, ditën e xumë, në mbrëmje në moshën 83 vjeçare, duke rënë pas vete një emër të paharruar në historinë islame shqiptare. Në ndarje të nderuar televizikues, do donim që të përfitojmë disa mësime nga jeta dhe veprimtaria e këtij burrit të madh. Hafiz Sabriu është fryt i edukimit nga një nën e përkushtuar. Në historinë islame ne kemi shembuj të tillë të shumë, të nënave që ummetit i dhanë bijtë të dalluar. Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmedi, që të tre ishin fryt i edukimit nga nëna përkushtuara. Qëndresën, pavarësisht rrethanave, është mësim që e marrim nga jeta e këtij burri të madh. Ai u burgos, u torturua, por fen kur nuk e la. Po kështu nga jeta e tij mësojmë për rëndësinë e themelimit dhe organizimit institucional të jetës fetare. Pas kaosit të shkaktuar nga regjimi ateist, Hafiz Sabriu i themeloi institucionet fetare duke vënë jetën fetare në binar të duhur. Zoti e mëshiroft Hafiz Sabriu dhe e shpërbleft për mundje madh që ka bërë për fe dhe deri në takimin tonë të radhës, Allah në lësë që të na ketë në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum.